Për zhvillimet politike në intervistën e ditës, flasim me deputetin e Frontit Evropian, zotin Skënder Rexhepi, gjithashtu kryetari i Lëvizjes Populli. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët në Alsat. Mirëmbrëma dhe mirë ju gjeta. Zoti Rexhepi, jeni akoma deputeti i Frontit Evropian, apo jo? Po. Sepse pjesa më e madhe ju braktisën, çfarë po ndodh? Në esencë, për momentin në Frontin Evropian jemi vetëm si koalicion deputetësh, BDI-ja dhe Lëvizja Populli. Ashtu edhe deputeti Sali Murati. Po, edhe deputeti Sali Murati, që është pjesë e një organizimi politik. Po përse të gjithë ju braktisin, së fundmi edhe deputetët që janë bashkë me zotin Sela? Sinqerisht edhe hyrja në kuadër të frontit ka qenë e lirë, vullnetare, po edhe dalja është vullnetare. Kjo dëshmon që Fronti Evropian ka krijuar një koncept politik me cilën kemi synuar se duhet vazhdojmë rrugtimin politik më tutje dhe çdo kush që është në gjendje të jetë konzistent në kuadër të atij konceptit politik është i mirëseardhur të vazhdojë, po i duket se e shef ndonjë rrugtim tjetër më të lehtë për atë ose më të përshtatshëm, edhe ajo është çështje vendimi të lirë. Do të thotë derisa funksionon me këtë koncept Fronti Evropian do vazhdoj të jem edhe unë pjesë e saj dhe Frontin Evropian realisht besoj që duhet ushqyer si koncept i cili doli fitues në zgjedhjet e fundit parlamentare. Ndoshta duket që një kohë ka kaluar, gati 2 vite bëm, por megjithatë doli fitues si front, ishte një koncept i dobishëm politik me një perspektivë të mirë të rritjes së kauzës politike të cilën e kemi diskutuar në kuadër të frontit, po megjithatë rrethanat politike që ndodhen qoftë me ndryshimet në kuadër të zgjedhjeve lokale, ishin të lirë gjitha subjektet politike të vendosin si e shohin më të dobishme për funksionimin e partive tyre politike. Mirë, në front mbeteni, po sa i përket partisë suaj Lëvizja Popullit, do ta ndjek shembullin e zotit Arjanit Hoxha, do të shkriheni në BDI? Jo, ne kemi subjekti jon politik është ndoshta më i vogël nga subjektet tjera politike, sepse themelimin e bëm gati se pak para kohës fushatës parlamentare 2024, por megjithatë është subjekt politik stabil dhe duam të funksionojmë autonom me një konceptin tonë politik, me ideologjinë tonë politike e cila dallon nga gjitha subjektet tjera politike dhe as që bëhet fjalë për çfarëdo lloj shkrirje. Ne vazhdojmë vetëm si koalicion, në të kundërtën nëse shifët që nuk ka hapësirë për bashkëpunim si koalicion, kuptohet se cili e vazhdon rrugtimin e vet politik. Nuk keni ofertë nga zoti Ahmeti, siç për shembull përfol se zoti Arjanit Hoxha do bëhet nënkryetar në BDI, ose është vendimi... Nuk kemi fol fare për ofertë, unë besoj që kryetari i BDI-s Ali Ahmeti e ka respektuar pozitën time si kryetar i Lëvizjes Populli dhe mënyrën e komunikimit në kuadër të frontit të përbashkët dhe ajo ka qenë, edhe ajo është koncepti që do vazhdojmë bashkarisht më tutje. S'ka pas nevojë të kemi asnjë ofertë për faktin që ai është i vetëdijshëm që rrugtimet politike vazhdojnë krahas funksionimit të përbashkëtonin dhe fuqisë politike secili që e ka që e mbartë në vetë, përfshirë dhe Lëvizjen Populli. Mirë, tani fronti është akoma, ose AKI-ja, që u bashkua para zgjedhjeve lokale, nga ana tjetër është Vleni, që prisni të bëhen parti deri në zgjedhjet e ardhshme? Unë vërtet e kam thonë edhe më herët, por kjo bë si ato serialet e Amerikës Latine, 2 vite do bashkohen, po kujt i bëhet vonë a bashkohen ato apo nuk bashkohen. Shqiptarëve u intereson realizimi i premtimeve dhe garancave të tyre për premtimet parazgjedhore që duhet të realizohen në dobi të gjithë qytetarëve, përfshi dhe shqiptarëve, në pamundësi që të merren me projektet konkrete, të cilat i kanë premtuar që para fushatës zgjedhore 2024, ato fare nuk janë gjendje që të merren me asnjë realizim këtyre premtimeve dhe kuptohet vazhdimisht e lodhin e dhunojnë trunin e qytetarit duke biseduar kush do të jetë kryetare ose kush e jo. Sa na bëhet vonë neve cili do të udhëheqë. Ne na bëhet vonë, qoftë si opozitë që jemi ne, qoftë qytetarëve të tjerë,
cilët projekte politike të premtuara po realizohen dhe si është standardi jetësor i qytetarit në përgjithësi, por edhe i shqiptarëve në veçanti në vendbanimet shqiptare. Këtë duhet ta shohim. Kjo është një simatse për ta pa funksionimin politik një subjekti politik apo koalicion. Vërtet na lodhën në vazhdimsi duke u marrë se cili do jetë, ato s'mund merren vesh. Jo me do jetë me rotacion, jo do jetë me 2 kryetar. Pa kjo është ajo në mungesë të besimit të ndërsjellë, që njeri ta udhëheq rrugën më tutje si kryetar, ata shpikin metoda jugoslave, metoda bosnjake për të pas rotacion. Po rotacioni bëhet vetëm në vendit ku s'ka besim mes njëri tjetrit. Realisht, në aty ku ka besim, zgjidhet i pari, vazhdon rrugën i pari, mandatin tjetër, nëse se ka kryer misionin e rrugtimit ti si lider si që duhet, ka kongres, ka organe partijake, ndryshojnë dhe kryet procesi. Sikur çdo subjekt tjetër politik. Duam shkrimi në një subjekt politik, por në anën tjetër prapë të mbetemi të pavarur. Nuk ekziston kjo. Ky koncept nuk ekziston jashtë në ish Jugoslavinë apo edhe në Bosnjën aktuale. Prandaj vërtet sinqerisht asnjëherë s'më ka interesuar ky fakt, sepse nuk më bën përshtypje kush do udhëheqi. Mu më bën përshtypje si pjesë e qeverisë që janë ato. Gjithmonë do them pa legjitimitet, por megjithatë janë aktualisht aty, çfarë po arrin të jetësojnë nga platforma e tyre programore dhe në interes të shqiptarëve në përgjithësi. Ne jemi dëshmitar që çdo ditë, çdo vlerë kombëtare jone e arritur dekada me e radhë, po zhbëhet, po zhvlerësohet, po humbet. Edhe ata nuk janë gjendja zërin të ngrisin. Ata u futën në fushat me premtim që pa ndryshime kushtetuese nuk bëhen pjesë e qeverisë. Që më tutje, dvinë thonë 3 muajt e parë do e bëjmë ndryshimet kushtetuese, që më tutje, thonë pas 6 muajve vinë ndryshimet kushtetuese, që mbrëm edhe dje dhe zyrtarisht kryeministri u mbyll gojën. Nuk ka ndryshime kushtetuese derisa jam kryeministër. Po si prit një përgjigje këtyre? Pas kësaj deklarate të kryeministrit, nuk është deklarate e re, ka përsëritur këtë qëndrim disa herë, megjithatë mendoni që e vullosi se kjo përbërje parlamentare nuk do t'i bëjë ndryshimet kushtetuese? Po e vullosi se nuk ka kapacitet as intelektual, as njerëzor, as politik, kryeministri dhe cili do politikan tek ne për ta kushtuar Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian funksionon në mënyrë që arrihet një marrëveshje bilaterale mes 2 shteteve dhe është garancë Bashkimi Evropian, ajo është një garancë e mjaftueshme. Gjua Maqedonas, edhe identiteti Maqedonas është pjesë e kësaj garance që e ka Bashkimi Evropian. Kryeministri, për t'i mbuluar gjitha krimet që i bëjnë ata, edhe gjitha shkeljet që i bëjnë në vazhdimsi, ai më mirë thotë mos t'jemi pjesë e Bashkimit Evropian, që t'jemi nesër të kontrolluar, edhe po mos na ngeli edhe neve faj. E si ndodh? Kjo ndodh nëse ne shpikim një problem që nuk ekziston identiteti Maqedonas, askush nuk e konteston. Nuk ekziston asnjë shtet i Bashkimit Evropian jashtë bullgarëve që kontestojnë identitetin Maqedonas. Po ne bullgarët nuk mund t'i çojmë të pajtohen në Maqedonasit, pas Maqedonasit se kanë obligim të pajtohen në bullgarët. Ne kemi obligim që si shtet na mundsohet të rrugtojmë drejt Bashkimit Evropian, që të krijojmë standarde më të mira jetësore për gjithë qytetarët, përfshi edhe shqiptarët, që të mundemi një herë për gjithmonë ta ndalim gjithë këtë exodus, do të thotë këtë largim të rinisë tonë nga vendi, me atë që duhet krijojmë kushte më të mira, një shpresë më të mirë për jetë këtu, një ambient i cili do të jetë i volitshëm edhe për ata, po edhe për familjarët e tyre, sepse në moment që do ju humbe qytetarit shpresa, hiç s'është me rëndësi a ka kushte të mira këtu dhe kushtet më të mira i braktisë. Ne kemi qenë dëshmitar që 2 prind të 2 profesor me rroga si rroga profesor universitare që janë të majme sa s'bëhet fjalë, po megjithatë të 2 i kanë marrë fëmijët e tyre dhe janë shpërngul në perëndim. Do të ai nuk është shpërngul për çështje ekonomike. Ai është shpërngul se i ka humbur shpresa, ja kanë vrarë shpresën atyre. Dhe kjo është çështja më e dhimbshme. Prandaj rrugtimi i Bashkimit Evropian na i kthen neve mundësinë që t'ja japim shpresën qytetarëve. Janë bërë shumë premtime se për kaq kohë do bëhen ndryshimet kushtetuese, po kjo temë të paktën u prit të imponohet edhe nga ana e opozitës në takimin e liderëve. Por kaloi shumë zbet. Jo ishte temë, por kaloi ishte pik, por kaloi shumë zbet pa i vënë tekstin. Më shumë u vë teksti tek çështjet e tjera me zgjedhjet, me qeverinë teknike dhe me njësi zgjedhore sesa te ndryshimet kushtetuese. Do thotë para se të shkojë atje, kryetari i BDI Sali Ahmeti mori gjithsesi konsultimin edhe me ne dhe ne ishim dakord që duhet të shkonte? Po, duhet shkojë dhe kishte 3 pika për të cilat duhej të bisedohet për ne si opozit.
Edhe për gjithë shtetin. E para ishte integrimi dhe bashkimit evropian që bie dhe ndryshimet kushtetuese. Ky ishte pika e parë. E dyta ishte qeveria me badanter dhe e treta gjykata kushtetuese me badanter. Këto ishin tre pikat me të cilët kryetari i BDI-s i mori me vete dhe në emër të frontit edhe të AKI-s, akoma se kemi definuar ne se njëna do mbyllët front apo AKI, do vendosemi bashkarisht gjithë, do të në emër të frontit ai shkoi dhe i kishte me vete të tre pikat për t'i paraqitur. Biseda zgjat dhe në bazë mendimit vlerësimit të kryeministit, thotë që këto pika do vazhdojmë të diskutojmë në temën e radhës. Mirë, tani zoti Ahmeti kërkon takim kok më kok me zotin Mickovski. Përse ky takim? Çfarë do të diskutohet në këtë takim? Përsëri këto tre pikat që i thashëm. Këto janë tre pikat esenciale dhe shumë të rëndësishme që vendin e sigurojnë drejt Bashkimit Evropian, në anën tjetër shqiptarët nuk lejon që të mbaren nga vullneti i liri asnjë partie maqedonase. Sepse një qeveri që do ishte me badanter, do ishte një qeveri që e vullos legitimitetin etnik të shqiptarëve tek fituesi. Edhe një gjykatë kushtetuese që të vendoste me badanter, po ashtu e vullos faktin që nuk mundet ligjet që vendos kuvendi me badanter t'i zhbëje, t'i zhvlerësojë gjykata kushtetuese, po edhe atje të ketë badanter, ose ato ligjet bëhen ndryshime kushtetuese dhe shënohet taksativisht që ligjet që sillen me badanter, gjykata kushtetuese nuk ka drejt t'i vlerësojë. Por kjo është në dorë të deputetëve bashkarisht me qeverinë që duhet të shkojë konform ndryshimeve kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese kontrollohet me ndryshimet kushtetuese. Pra thoni se janë këto tema që do dhe jo përfshirja e mundshme në qeveri. Këtë ka thonë publikisht, edhe e kemi thonë gjithë publikisht, nuk kemi nevojë të bëhemi pjesë e kësaj garniture aq të dëmshme, aq të kriminalizuar në asnjë mënyrë para zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Domethënë ju jeni në të njëjtën vijim me zotin Ahmeti sa u përket këtyre temave, sepse zoti Taravari për shembull tha për takimin e liderëve, po të ishte ai nuk do të shkonte. Dhe gjithashtu për modelin me një njësi zgjedhore, që e tha edhe zoti Ahmeti si zgjidhje e duhur, ju pajtoheni me të edhe në këtë pikë? Po e kushtume. Do thotë se kishte oferta në kuadër tonën edhe më herët 8 njësi, 3 njësi. Unë do kisha qenë për një njësi zgjedhore me kusht që të rregullohet në aspektin ligjor që qeveria apo KSZ-ja, çdo komisioner, do thotë në çdo vend votim në Maqedoninë e Veriut të ketë së paku nga një komisioner shqiptar dhe maqedonas. Me këtë kusht. Kjo mund të bëhet me ndryshimin e ligjeve përkatëse, që të parashifet që në çdo vend votim në Maqedoninë e Veriut, qeveria, KSZ-ja të dërgojë, të delegojë, nga administrata e bën gjithmonë, së paku të ketë në çdo vend votim nga një maqedon dhe shqiptar, sepse ekziston rreziku që subjektet politike maqedonase në pjesën lindore të Maqedonisë, ata të mund t'i keqpërdorin votat e mbetura, me çka gjithmonë do jetë dëmi partive politike shqiptare, prandaj për të minimizuar ky rrezik, është ky çelës që nuk e ka problem në qeveria. Nëse mendon që vërtet dëshiron të ketë zgjedhje fair, atëherë mund ta bëjë. Ka shumë dilema te opinioni shqiptar se mund t'i dëmtoj shqiptarët një njësi zgjedhore. Po, pajtohem që dëmton nëse është kështu siç është. Sepse pjesa kryesore e Maqedonisë lindore do të keqpërdoren nga partitë politike maqedonase gjithmonë për të arritur përqindjen e tyre dhe për të ulur përqindjen e partive shqiptare që kemi kryesisht Kumanov, Shkup dhe pjesën perëndimore të Maqedonisë Veriut. Por megjithatë, nëse bëhen ndryshime, me çka qeveria me konsenzus të merremi vesh në gjithë, do të delegojë vëzhgues, komisioner, jo vëzhgues, komisioner në gjitha njësitë zgjedhore, në gjitha vendvotimet në Maqedoninë e Veriut, atëherë s'do kishte pasur fare problem. Por këtë nuk do e pranojnë sigurisht partitë politike maqedonase, se e dinë që atëherë një shqiptar administrator do e di edhe në Strumicë dhe në fshatin më të lartë Strumicës a mund të keqpërdoren ose jo votat atje. Një draft verzion për shfuqizimin e qeverisë teknike ka mbërritur tashmë te grupet parlamentare. Zoti Ahmeti tha se është për shfuqizimin e qeverisë teknike. Ju çfarë mendoni dhe a do të nëse nuk arrihet konsensus, a jeni që të shfuqizohet? Ajo është qëndrimi përbashkët, por megjithatë unë mendoj që edhe këtë qëndrim duhet pa paralel me pikat që i kemi ne si kërkesë në bisedimet që janë zhvilluar atje. Ato tre pika.
po të ketë hapësirë, të implementohet ndonjëra nga ato, edhe ne do jemi në gjendje të bëjmë kompromis me ndonjë pikë që vije nga qeveria. Ju pra thoni do ta kushtozonit këtë? Jo në atë mënyrë kushtumë, është punë e marrëveshjeve politike, s'ka nevojë të kushtozohet. Marrëveshje nuk jemi mbështetje blanko. Po s'ka nevojë pse, sepse ne jemi opozitë. Edhe ne duhet të shohim interesin e shqiptarëve nga prizmi i opozitës. Edhe ajo shifet më së miri në momentin kur nesër në qeverinë teknike do të mund të ketë hapësirë edhe opozita. Në të kundërtën, nëse duhet të bëjmë një lëshim të tillë, duhet të ketë lëshim të ngjashëm edhe qeveria. Kjo është pjesë e marrëveshjeve politike, s'ka kushzime, askujt si ka vendu litarin fyt që do e bësh ose jo. Po do marrëveshje në këtë qëndrim e kemi. Për qeverinë teknike, garancë kanë qenë edhe faktorin ndërkombëtar, jo vetëm partitë politike, ato trumpetojnë se me 61 mund ta bëjnë ndryshimin, po le ta bëjnë. Askush si ndal. Megjithatë, aty ku është fut në shkrimi i faktorit ndërkombëtar, ku është garancë, nuk është lehtë të lozim me një marrëveshje të tillë. Këto ditë u paralajmërua se do të hyjë në procedurë parlamentare edhe propozim ligji për përfaqësim të drejtë. Vlen pretendon se përfaqësimi për momentin edhe pas balancuesit është 22.8% për shqiptarët. Ju jeni të bindur se është kështu dhe a do ta mbështesni ligjin? E para unë dje edhe ju ishit dëshmitar që 2 herë përsërita pyetjen kryeministrit, edhe më gjuhën maqedonase se konstatova që ndoshta nuk e ka kuptuar pyetjen, na tregoje qytetarëve të gjithëve mekanizmi se si e din përkatësinë etnike në një institucion. Që unë publikisht pyes çdo kush që ka mundësi të japë përgjigje le tregoje. Po zoti Sali mbrëm tha këtu se i kanë analizuar në çdo institucion një nga një 700 institucione se si është po. E si e din përkatësinë etnike? Si e vendos mbas emrit që e lexon? S'ka deklarat në bazë vendimit gjykatës kushtetuese, që është antikushtetuese dhe është edhe antishqiptare, është sjell vendim që në asnjë dokument nuk mund të kesh përkatësi etnike dhe nuk mund ta detyrosh asnjë kandidat për punësim që ta deklarojë përkatësinë etnike. Po si do e dim ne nga themi 50 kandidat për punësime që janë aty, cili është shqiptar, cili është turk, cili është bošnjak, cili është maqedonas, kur nuk ka deklarat përkatësisë etnike. Në moment që ato ma dëshmojnë mu që ekziston një mekanizëm i tillë, do e kërkoj falje publikisht gjithëve. Nuk ka mekanizëm. Prandaj ne kemi thënë që vendimi i gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e balancuesit dhe deklarimin e përkatësisë etnike është antikushtetuese, se bie ndesh me të drejtën e gjithë qytetarëve për qenë hisetar në përfaqësimin e drejtë adekuat etnik konform vendimit kushtetutës. Kjo është garancë kushtetuese, një garancë kushtetuese e shfuqizon gjykata kushtetuese, e cila është me kërkesën e VMRO-s që e kishte pjesë programit parazgjedhor shfuqizimin e balancuesit. Edhe Vleni, Blanko, se kuptohet, ato zguxojnë ta kundërshtojnë kryeministrin, sepse ai largon sa hapën mbyll syt, ato janë për shtat që po edhe ne s'na konvenon balancuesi. Pse s'u konvenoka? Se pas ka pas keq përdorimi, po. Nëse një mjet në kuzhinë mund ta dëmtojë, ta lëndojë një njeri, nëse do ta shlyjmë atë mjet nga kuzhina, po përkundrazi, do gjejmë formë se si mos përdoret, mos keq përdoret. Nëse është keq përdor, nëse është keq përdor. Ligji do të jetë po nuk ka garancë. Nëse është keq përdor, deklarimi etnik konform balancuesit, atëherë kishte propozimi i ministrit atëhershëm drejtësisë që të ketë në certifikat lindjes deklarimi etnik. Po, që ra në edhe u zgjidhke problemi, s'kishte fare problem, pa ata nuk dojnë ata. Ata qëndrimi i tyre me një vendim monoetnik të gjykata kushtetuese, dini ju, shqiptarët edhe një turk që është gjykatës atje kanë braktisë, nuk kanë votuar atë. Do të është vendim monoetnik mbi një vendim që është bën me badenter që është sjell. Do të thotë kjo është shkelja e rëndë e kushtetutës, po edhe vlerave demokratike, po edhe interesit kombëtar shqiptar. Prandaj, ky propozim ligj çfarë është? Që fillimisht ka shkuar tek Komisioni i Venedikut, a esenca duhet të jetë e kundërt. Se në moment që shkon te Komisioni i Venedikut, neve duhet na sjellën të gatshëm, ne kemi drejt atëherë të japim amandamente. Se po dham amandamente, duhet përsërit ja çojmë Komisionit të Venedikut ta kontrollojë. Deklarata, vendimi, konkluzioni Komisionit të Venedikut është se ligji është i mirë, po është jo përmbajtësor, që ne kemi thënë prej fillim. Nuk ka mekanizma për ta kontrolluar punësimin etnik, nuk ka mekanizma për t'i ndëshkuar ata që nuk e respektojnë një gjë të tillë, nuk ka mekanizma për ta ditë numrin e saktë të gjithë përkatësive etnike atje. Kryeministri dje edhe vazhdimisht thotë ju të opozitës merrni me çështje etnike.
Mos vallë me çadesh të mermine, po na ka bllokuar rrugën drejt Bashkimit Evropian kryeministri për shkak të çështjeve të tij etnike, që në çdo mbledhje, në çdo seancë na e përsërit. As kush nuk ja konteston as gjuhën, as identitetin, ai në vazhdimsi çdo seancë merret me çështje etnike për t'i kënaqur votuesit e vet atje, e bllokon shtetin. E ne pse kërkojmë diçka që është kushtetuese, është jetike, ne s'kemi problem në Bullgarinë, ne s'kemi problem as në Bashkimin Evropian. Do ta mbështesni ligjin ose jo? Jo kështu jo, nuk ka asnjë gjë. Ne do ndërhyjmë amendamente për ta rikthyr mekanizmin kontrollues dhe evidentues të përkatësisë etnike. Nëse nuk ka mekanizëm për evidentimin e përkatësisë etnike, është i kotë, është vetëm edhe një letër e cila nuk do të kryejë shërbim askujt. Ju faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit edhe juve.